Nëse ti je një content creator dhe ke dëshirë që të ndërtosh produkte digjitale dhe të shesësh ato online, për shembull kurse online, dhe nuk di se çfarë produkti të krijosh, atëherë shiko përmbajtjen tënde, postimet e tua. Shiko se cila është ajo temë për të cilën ndjekësit e tu po shfaqin më shumë interes. Për shembull, nëse ti je një fitness trainer, poston përmbajtje dhe këshilla se si gratë për shembull të mbajnë trupin e tyre në formë. Por ti po merr më shumë pyetje nga gratë postpartum, ato të cilat për shembull duan që të dinë se si të shërojnë ndarjen abdominale, atëherë ti mund të thellohesh akoma më shumë në këtë temë duke ndërtuar një program. Pra duke paketuar njohuritë tua në një program online, duke përfshirë aty çdo gjë që ti di rreth kësaj gjëje. Dhe jo vetëm, duhet të jetë një program i cili në fakt i çon njerëzit nga pika A në pikën B. Pra ofron një zgjidhje konkrete për problemin që ato kanë. Dhe ky është një shembull shumë praktik për të kuptuar se si vetëm përmes postimeve tuaja ju mund të kuptoni se çfarë duan njerëzit të mësojnë më shumë prej jush ose në fushën në të cilën ju jeni pozicionuar tashmë. Sepse shumë content creator rrin duke vrarë mendjen se çfarë produkti të krijojnë, ndërkohë ju thjesht duke analizuar feedbackun që merrni në postimet që bëni tashmë, mund të merrni shumë ide se ku të thelloheni më shumë dhe ku të sillni një produkt për të cilin me të vërtetë ka nevojë. Pra thjesht dëgjoni audiencën tuaj për të sjellë në treg një produkt që do të jetë i suksesshëm.